Dhe hebrejt nga vitin 1931 deri në 39 që erdhi Italia dhe 40-ën, 41-shin, kishin krijuar një marrëdhënie shumë të ngushtë me familjet shqiptare. Dhe kur erdhi presioni, ata kishin gjetën mbështetje tek shqiptarët, plus që qeveritë që ju përmendet, sigurisht të gjendur edhe nën presion, se ne ishim vend i pushtuar, nuk ishim një vend i sigurt. Është një rast unik që dëshmuam maksimumin. Dhe kjo ka qenë mbyllur për gjithë kohën. Dy gjëra ne nuk kemi arritur dot të shfrytëzojmë në politikën e jashtme. Faktin që Nën Tereza ishte shqiptare, një misionare e famshme në gjithë botën, dhe aty na pegoi ideologjia dhe mbrojtjen që ju bëm hebrejve dhe këtë aset e përdori Tito për disa kohë me radhë në negociata dhe në daljen e tij në det, pra në marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara. Dhe tani vonë, më në fund, të paktën e shkuptuar që çfarë kanë bërë shqiptarët për hebrejt dhe ka një rikthim. Duhet i njohim meritën dhe Ramës për këtë gjë. Duhet ja njohim meritën që shqiptarët Shiko, unë në eksperiencën time se kam shumë të tepër moshë. Nuk saktë. Njohim meritën e Ramës për gjithçka. Izraelit më ka rastisur që nuk e njohin këtë kontribut të rëndësishëm të shtetit shqiptar dhe të popullit shqiptar. Jo me një, por me disa prej tyre. Nuk është momenti për ta monopolizuar, Jo. Sepse edhe ambasada e Izraelit është hapur më përpara se të vinte Rama në. Po s'ka funksionuar. Shiko, Jo, s'ka funksionuar në këtë vit. Në këtë vit, në PR-in e kësaj gjëje, që e pranu dhe ju që s'ka funksionuar. Po marrëdhënie kanë ardhur duke. Të merremi me historinë e marrëdhënieve të Shqipërisë me hebrejt dhe duhet të jemi sigurisht krenar për ndikimin pozitiv që patën shqiptarët gjatë luftës së dytë, po për të folur me këmbë në tokë do duhet merrem me realitetin. Atëherë, nëse flasim për realitetin, kemi jo vetëm një kryeministër ndaj të cilit ka një urdhër arrest për krime lufte dhe krime ndaj njerëzimit, po siç e tha pak më parë zoti Minxholli, gjysma e qeverisë përbëhet nga ministra fashist, haptazi, genocidial në deklaratat e tyre. Që janë non grata në gjysmën e Europës në deklaratat e tyre për shfarrosjen e palestinezëve dhe për kombin, si thua, shtetin komb të Izraelit. Tani, në momentin kur ngjarjet e 3 vitet e fundit në Izrael, në Palestinë, pra, janë ngjarjet ndoshta më tragjike që kanë ndodhur që nga lufta e dytë botërore, me 70.000 vrarë, atëherë minimalisht mund të shtrojmë pyetjen tani ç'të mirë i sjell Shqipërisë ky takim mes kryeministit të Shqipërisë dhe kryeministrit të Izraelit. Dhe unë mendoj se nuk i sjell absolutisht asnjë të mirë në kontekstin në cilin ndodhemi. Madje turpëron pozitën e Shqipërisë në raport me partnerët tanë evropian, të cilët kanë mbajtur një qasje të akullt ndaj Benjamin Netanyahu, dhe nëse hym pastaj në një analizë çik më të thellë sa i përket marrëdhënieve, si thua, ndërkombëtare, ftohjes që ekziston edhe mes SBA-s dhe Evropës, qëndrimit që duhet mbaj Shqipëria në këtë kontekst, atëherë qartë unë besoj se Shqipëria duhet të pozicionohet në drejtimin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe jo në drejtimin që ka marrë, si thua, Amerika, qoftë me kërcënimet për Groenlandin, qoftë me tarifat shumë të mëdha për vendet partnere të saj. Por edhe Redit i thua, midis Amerikës dhe Europës në duhet zgjedhim Europë. Po padyshim. Kjo s'vjen diskutim fare. Publicitet dhe flasim për këtë temë, e cila sigurisht e futën kontekstin e bordit paqes e bën diskutimin shumë interesant. Rikthehemi pas pak. Mirë, rikthehemi. Redi Muçi për një deklaratë shumë të fortë në fund pjesës parë, tha kur vjen puna tek të zgjedhjen midis Europës dhe Amerikës, Shqipëria duhet zgjedhë Europën. Një gjë që ka sens apo jo, ambasador? Ka sens për Redin, po për mua nuk është se ka shumë sens. Sepse ne kemi përcaktuar partner strategjik Shtetet e Bashkuara dhe nuk mund të lëvizim 100 herë. Europa do paguaj kostën e vet sepse është vënuar me Ballkanin, është vënuar me Shqipërinë, është vënuar me Vazhdon vënohet. Më thanë Franca kishte bllokuar dhe Malezis punë. Dhe nuk ka qenë qartë në raport me ne dhe me Ballkanin perëndimor. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara kanë qenë shumë të qarta me atë që kemi patur ne nevojë për lirinë e Kosovës, për mbështetjen e Shqipërisë, antarësimin e NATO dhe edhe për mbështetjen për në Bashkimin Evropian. Gjë që nuk po e thot së fundmi duhet. Ka deri momenti i administratës Trump. Jo, nuk e thot, por kam përshtypjen që është e kundërt. Jo, nuk e thot sepse ka një gjë. Vetë marrëdhëniet e Shtetit të Bashkuara me Bashkimin Evropian nuk janë në atë fazë që të shifen nga BE-ja si një partner i besueshëm. Tashmë ato kanë problemet e veta.
por ne nuk du të kemi dilemë që, dhe nuk kemi këtu për të përzgjedhur midis kësaj dhe kësaj. Ne kemi partner strategjik, Shtetet e Bashkuara sigurisht e Bashkimin Evropian. Ne jemi pjesë e Europës, ne nuk jemi të mbartur dhe të ardhur këtu. Ne jemi natyrshëm në Europë, por nëse neve na cënohet siguria, nëse ne kemi provokime nga Rusia, por nëse këtu ka destabilizim të rajonit, koha ka treguar që BE-ja është më e dobët për të reaguar dhe për të na siguruar. Dhe sot kur flitet për lëvizje të bloqeve të sigurisë dhe ka një lëvizje tektonike, është i vetmi destinacion, mendoj unë, Shtetet e Bashkuara janë i vetmi destinacion që mund të sigurojnë paqen edhe mund të sigurojnë Po mirë, a jemi brenda një aleancë ushtarake që është NATO-ja? Sigurisht, po. Jemi. Atëherë në këtë aleancë janë edhe evropianët, është edhe Shtetet e Bashkuara. Dhe kur qenë nevoja për të ndërhyrë në Kosovë, ishte në kuadrin e NATO-s, apo jo? Po. Atëherë në kontekstin aktual, politika e Washingtonit dhe Londrës. Leta mbaroj. Sigurisht që pjesën kryesore e mbulon Washingtoni, po në momentin që flasim, besoj keni vënë re që edhe çështja e NATO-s është vënë në pikpyetje, pra aleanca atlantike. Kështu që në këtë kontekst, atëherë a mos duhet ne të pozicionohemi, a mos duhet, sigurisht është tepër herët që të na duhet të themi jemi me ata apo me këta, por në kuadër të integrimit në BE, unë them se duhet të jemi me BE. Dhe më falë dhe një gjë të fundit fare, duhet bëj një analizë çik më të thellë, sepse nëse ngelemi thjesht SBA-ja dhe vendet e BE-s dhe ku do jetë Shqipëria, i biem çik cekët, sepse ajo që ka ndodhur për ditët së vërtetës është fakti që vendet evropiane, të cilat janë pozicionuar drejt Donald Trumpit, janë vendet ku në pushtet është djathta drejt ekstremit, për shembull Viktor Orban, edhe Meloni, preardhjen e ka nga e djathta ekstreme, edhe Le Peni, edhe AFD-ja në Gjermani, dhe plot vendet tjera europiane që për fat keq, në këto vende tashmë po ngrihet e djathta ekstreme. Donald Trumpi, me sa duket, po i fryn kësaj fryme nacionaliste, që e vë shumë herë në rrezik marrëdhënien, si thua, ekzistencën rreth parë të Bashkimit Evropian, por edhe marrëdhënien qoftë në raport me Rusinë, qoftë raport me Kinën. Ju e shikoni nga këndvështrimi ideologjik, kurse unë shoh nga këndvështrimi strategjik, interesave strategjike. Dhe ka dy të vërteta. E para për ndërhyrjen në Kosovë, pa Shtetet e Bashkuara, Kosova nuk do të ishte kjo çështje. Në kuadër të NATO-s. Edhe Shqipëria nuk do të ishte shtet. E dyta, meqense jemi këtu, pa lobin hebre në Kongres dhe në Senat, Kosova nuk do të kishte atë mbështetje që ka patur në Shtetet e Bashkuara. Këtu hym në teori konspirative. Jo konspirative fare. Tom Lantosh edhe gjithë shumica e kongresmenëve që kanë folur, më vjen keq, mund t'i referohemi historisë, janë njerëzit që kanë qenë më pranë Kosovës. Dhe cili ka interes i lobit hebre për Kosovën, përveç interes geostrategjik të Shtetit Amerikan? Ndjeshmëria dhe leximi i po nëse flasim për strategji, atëherë s'mund të flasim për ndjeshmëri. Një genocidi që po ndodh. O do flasim për gjeopolitikë dhe për strategji ushtarake, o do flasim për ndjeshmëri dhe sentimentalizëm. Vetëm sa për plotësim, nga pamja logjike, për shembull, a nuk do ishte logjike, Shqipëria ka njohur Palestinën apo? Po. E ka njohur që kotën verit. Shumë. Por ama dhe shtete më pas, nuk është se e ka tërhequr njohen, më rezulton që vazhdon të kemi ambasador në ambasadë të Palestinës në Shqipëri. Palestina nuk e njeh shtetin e Kosovës. Është rreshtuar hapur me Serbinë. Duhet ta njoh, jam dakord që duhet ta njoh. Dhe nuk ka justifikim. Se edhe këtë duhet ta themi apo jo? Ta themi më. Edhe këtë duhet ta themi. Edhe po them edhe një gjë. Edhe këtë duhet ta themi. Meqense po diskutonim, genocidi që ndodhi në Bosnjë, ndodhi në sytë e Europës, në fakt. Dhe Europa u vonua. Ajo që ndodhi në Kosovë, nëse do të ndërhyjnë, më fal, nëse nuk do të ndërhyjnë Shtetet e Bashkuara, ti mendon që pastaj argumenti që duhet Iskënder ushqen tezën e ambasadorit. Jo, patjetër. Ja më japësh fjalën do ta them. Po, vetëm që të jemi në kamerën mundësisht nga regjia. Faleminderit. Po. Desha të them diçka në raport. Vetëm sa më shkurt. Po, sa më shkurt. Në raportin e zgjedhjes që duhet bëj Shqipëria, Amerikën apo Europën. Për fat keq ne jemi europian. Ne jemi në Europë. Për fat mirë. Ishte lapsus, kërkoj ndjes. Për fat mirë jemi në Europë, do mbetemi gjithmonë në Europë. Por Europa megjithëse s'na kanë dash, shumicën e kohës. Edhe ne kemi dash vetëm, edhe ne, edhe sot e kësaj dite nuk e duam veten ashtu si duhet. Po na përkthen Rama, vazhdo. Ne kemi qenë për vullnetin e Europës, por super fuqive të gjitha, duke futur Rusinë edhe SBA, ne kemi qenë një zonë neutrale. Në Itali ka filluar të kuptohet që ne nuk kemi qenë të vetë izoluar, kemi qenë të izoluar, se nëse ne do ishim në traktatin e Varshavës edhe pas daljes, kjo do ishte kosto për Europën, do ishte në vend parë për Italinë dhe në vend dytë për Greqinë, pra për NATO, do ishte një kosto jashtëzakonshme dhe risk konflikti. Dhe këtë e paguam ne në të mirë të prosperitetit të tyre. Këto janë dokumente që po analizojnë sot.
Dhe në qoftë do flasim për neutralitetin të cilën na e kanë dhënë, pasi na kanë njohur, nga shpallja e pavarësisë që e bëm neve në 28 nëntor 12 dhe e pranuan pas një konferencë 13 muajsh mos gaboj, dhe në artikullin e parë thuhet principat e pavarur neutrale. Në artikullin e dytë thuhet neutralitetin e garantojnë superfuqit. Ju e dini që plasi lufta e parë botërore? Pas 6 muajsh? Dhe pse u bën territoret shqiptare arenë betejash? Sepse ishte neutraliteti. Dhe ky neutralitet erdhi dhe në komunizëm, që ne ishim të vetmi të izoluar për interesat të tyre. Sot ne jemi antar të NATO-s, po insistojmë të jemi antar të Bashkimit Evropian dhe shpresoj që Bashkimi Evropian ëndrrën e atyre që e ndërtuan e themeluan ta realizojnë, sepse janë në një sfidë, janë në një ta kuptoj njerëz që është nevoja e tyre, po ai sa ç'është dëshira jonë është nevoja e tyre. Po, është reciproke. Do të thonë, ne kemi paguar koston e stabilitetit tyre. U izoluam ne. Kështu që sot, pse të jemi ne, kemi qenë një urë, në cilën s'ka ngel ushtri pa kaluar, po në urë askush nuk ndërton, askush nuk investon. Sot nuk jemi më urë, Shqipëria, shpresoj edhe Kosova, sepse ka një diferencë. Kështu që ne duhet të bëjmë zgjedhjet me kurajo, dhe me kurajo në sensin që edhe me analizë, Europa, EPR, paktën për një 10 vjeçar, nuk do tjetë ajo që duhet tjetë. Oke, Skënder, ne themi me Europën apo me Amerikën? Në fakt, po të ndjekësh mënyrën se si sillet Rama edhe në rastin e Izraelit, që është i fundmit, nuk është i pari, Rama thot, po pse thot kur ne kemi mundësi të jemi me të dyja? Dhe kjo metoda e Ramës, që tani ka funksionu, pra bën shaka me Macronin për Trumpin, Trumpi bën sikur se dëgjon e fton të bordi, apo mos kujtojmë 2016, në intervistat e famshme të Ramës nga Washingtoni 2016. Rama një farë mënyrë po jep atë opsionin deri diku të pamundur, që të jetë edhe me Europën edhe me Amerikën. E thënë ndryshe paraditë sillet si Macroni, pasdite sillet si Orbani, domethënë një lloj dhe i ecën, problemi është i ecën. Po pra, se është ajo qenia e vendit vogël i cili dhe nuk peshon shumë dhe merret kur nuk peshon shumë merret dhe me gjysmë batute, domethënë nëse kështu e ka ky. Domethënë ka fituar Rama. Si ta mizotaj, s'ka gjë, se Rama ashtu flet, ashtu ka mënyrën e vet folur. Vetëm batutat që ka bërë me Trumpin, normalisht asnjë politikan tradicional nuk do t'i bënte. Edhe në mandatin e parë dhe tani këtë dytë. Tani për të ardhur kjo zgjedhje. Ka një shprehje të vjetër që thotë se amerikanët bëjnë luftrat, evropianët financojnë paqet. Dhe që, me thënë drejtën, nuk është se s'përkon me realitetin e dekadave të fundit paktën. A që vërtet është kjo, se që kur amerikanët bën atë që bën dhe krijuan praktikisht shtetin e dy shqiptar për të marrë vetëm rastin e Kosovës, e gjithë marrëdhënia tjetër pastaj kontraktuale, natyrisht skuadri i sigurisë ka qenë një marrëdhënie me Amerikën dhe vazhdon të jetë e tillë me bond stillin etj, pra me garancinë e madhe të sigurisë që ata kanë ofruar. Kuçova. Patjetër, por edhe për ne Amerika në planin ushtarak dhe atë të sigurisë ka qenë dhe mbetet një ombrellë e pazëvendësueshme sepse e tillë është për gjithë Evropën, jo vetëm pa lëmë për Shqipërinë dhe për shqiptarët pastaj, sepse vetë evropianët e dëgjonin Mark Rutte në Parlamentin Evropian vetëm dje, sot, më falë, po, që i thoshte në qoftë se i kolegëve ti, qoftë se ju vëndet e Evropës, pa SBA-n, mendoni që do t'ja arrini të mbani NATO dhe sigurin tuaj, pa komponentën amerikane, atëre good luck, pra. Si se është e shpreja, fatë të mbarë. Good night and good luck. Po, sukses e njetë. Në modelin shqiptar. Sukses e njetë. Pra, në sens... Good night and shalom, me shqipim tem. Kjo lloj dileme, Evropa për Amerikë ka dalë dhe ne e kujtojmë në të shkuarën e afërt me rastin e krizës së Grönlandës. Pra, ishte momenti parë kur ne kujtuam dhe bashkë me ne dhe gjithë bota se mes Washingtonit dhe kryeqytetet e Evropës po ndodhte një frakturë e cila mund të shkonte edhe në një thyrje të pashërueshme. Tani si çdo gjë që ndodh me Trumpin, ai nuk duhet marrë shumë për seriozisht me kërcënimet që bën dhe me mesazhet që janë në Twitter. Prandaj dhe këshilltari vetë shtypi ta Trumpi duhet ta kuptoni që ai tha he aims high për të arritur faktikisht ato që ai realisht kërkon. Po pra, është negociatori më i mirë në botë, po që ja ka fut kod deri tani se e ka lënë Amerikën vetëm. Bolt shofër se marrëveshjen Indi Evropa dhe merr vesh se ç'po ndodh. Domethënë, gjithë po rregullohen dhe po e lënë Amerikën atje ku është. Fakti, realiteti. Tani komponentën e sigurisë ne do ta kemi pa asnjë lloj dileme edhe